Atëherë, kur flasim për infertilitetin, arsyet më të shpeshta të infertilitetit tek meshkujt janë stili i jetesës në shumicën e rasteve. Pastaj normalisht kemi edhe sëmundje organike që çojnë në përkeqësim të spermës. Kur flasim për stilin e jetesës, flasim për meshkuj që janë obez, për meshkuj që kanë vese të ndryshme, siç mund të jetë alkooli, siç mund të jenë drogra të ndryshme, që mund të çojnë në përkeqësim të spermës dhe sikundrejt dhe të fertilitetit. Prandaj, këshilla kryesore kur flasim për fertilitetin tek meshkujt e ri, se normalisht janë ata që kërkojnë të bëhen prind, është modifikimi i stilit të jetesës. Domethënë që të bëhet sport, që të evitojmë sa më shumë të bëjmë gjithë ato teknika të mundshme për të evituar sa më shumë dhe stresin, sepse stresi kronik është arsye tjetër që shkon dhe përkeqëson fertilitetin, dhe gjitha veset, domethënë modifikimi i veseve që duhet eliminuar duhani, duhet eliminuar drograt nëse konsumohen, duhet eliminuar alkooli, sepse janë gjithë faktorë që shkojnë dhe përkeqësojnë fertilitetin. Pastaj, arsyet të tjera që mund të çojnë në infertilitet janë probleme si për shembull varikoçeli, që është një ndër shkaqet kryesore në moshë të re për të cilat operohet, është një zgjerim i enëve që shkon dhe ushqejnë testikulin, që bën përkeqësimin e cilësisë së spermës. Zakonisht këtë shqetësim shkojmë dhe modifikojmë kur kemi bërë një analizë të spermës dhe kemi parë që kemi një përkeqësim të spermatozoidëve. Në këtë rast shkohet dhe bëhet operim varikoçeli. Është i vetmi rast për cilit ne operojmë varikoçelin. Dhe kemi vënë re, kemi parë, edhe pse në libra nuk ka një, le të themi, një koncept fiks që varikoçeli i operuar çon në përmirësim të fertilitetit, ama në eksperiencën e çdo urologu është vënë re që në moment që ne bëjmë operim varikoçelin, kemi një përmirësim të spermiogramës. Spermiograma është analiza që bëhet për të parë cilësinë